Përshëndetje të gjithëve. Siç tam kërkojmë ndjes për vonesën. Këto gjëra ndodhin kur njerëzit vinë nga larg për qëllime të mira. Tani në presidium do të vinë Zoti Ismet Azizi, Zoti Dashamir Uruçi, Zoti Zymer Neziri, Zoti Yahia Kokaj, Zoti Njazi Gashi. Atëre, mirë se erdhët zotrin. Unë jam Nurie Baduni, sekretare e përgjithshme e Kuvendit Kombëtar Shqiptar. Kemi ardhur në këtë takim atëvetar, si dhe për të promovuar librin Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Është promovimi disat në fakt, sepse kemi bërë promovim në Tiranë, kemi bërë promovim në Prishtinë, kemi bërë në Gjakov dhe sot erdhëm këtu në Gjilan. Të nderuar pjesëmarrës, mirë se keni ardhur në veprimtarinë atëvetare dhe promovimin e librit Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Ju falenderoj të gjithëve që jeni bërë pjesë e kësaj veprimtarie. Veçanërisht falenderoj organizatorët, përfaqësuesit e Kuvendit Kombëtar Shqiptar, organizatës Kosova për Sanxhakun, si dhe organizata Epifania Pellazgjike Zeusiane, zotrinjt Dashamir Uruçi, Ismet Azizi dhe Njazi Gashi, të cilët mundësuan që të jemi sot këtu bashkë në qytetin tuaj, në Gjilanin historik, në pragun e festës kombëtare të shqiptarëve, në pragun e ditës tonë të madhe 28 nëntorit e 1912-ës. Sot gjithashtu do të flasim para jush për vlerat e librit Bashkimi Kombëtar Shqiptar, si dhe do të mbështesim kërkesën e popullit shqiptar për bashkim kombëtar. Me këtë rast do t'ju dhurojmë edhe disa libra të botuara enkas për këtë ditë të shënuar, ndonse në tirazh të reduktuar, sepse kemi shpërndar shumë, kjo është arsyeja. Libri është botuar 2 herë dhe është promovuar në këto vende që përmenda. Rreth 400 familje shqiptare kanë marrë deri tani dhuratën tonë të madhe Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Të tjerë presin dhe do ta kenë pranë tyre botimin e ardhshëm. Veprimtarët e dëshmuar do të marrin të përpunuar, të ngritur në një stad më të lartë, në versionin e një dokumenti me vlera kombëtare që do të jetë rezoluta e Kuvendit Kombëtar Shqiptar, që do të miratohet në 2 maj të vitit 2026, ditën që do të mblidhet ky kuvend në Tiranë. Duke përfunduar fjalën time, e autorizuar nga organizatorët, falenderoj nga zemra pronarin e Vali Ranch Resort, zotëri Fehmi Fetahi. E falenderoj për mbështetjen e tij të gjithanshme dhe mikpritjen vllazërore bujare. Ky shqiptar patriot na i hapi dyert e resortit të tij, duke na krijuar të gjitha kushtet për veprimtarinë tonë atëvetare dhe promovimin e librit Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Ju falenderoj edhe një herë të gjithëve. Dhe tani sipas zakonit do të ndjekim hymnin kombëtar.
më 22 maj të vitit 2022, në një ditë të bukur të pranverës, u mblodën në Gjirokastër përfaqësues të shoqërisë shqiptare nga vendbanimet shqiptare në rajon dhe nga Mërgata. Pas zhvillimeve shumë përmasore në të gjithë vendbanimet ku jetojnë, veçanërisht në Shqipëri e Kosovë, një grup i madh shqiptarësh, atletarë të dëshmuar, u mblodhen në Gjirokastër për të ngritur zërin me dinjitet drejt një të ardhmeje tjetër, bashkimin e shqiptarëve në një shtëpi të përbashkët me një gjuhë e me një flamur, të cilat ata nuk i harruan kurrë. Filloi kështu një veprimtari organizuar gjithandej. U themeluan këshillat organizative në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi dhe Kosovën Lindore, duke lënë përkohësisht jashtë organizmit ton shqiptarët e Sanxhakut, të ndarë në 2 pjesë, në Serbi e në Malin e Zi. Gjatë kësaj periudhe 3 vjeçare, u organizuan veprimtari të përmuajshme në shërbim të organizimit ton në të gjitha drejtimet. U organizuan protesta në Tiranë pranë kryeministrisë, si dhe 2 të tjera përballë ambasadës serbe. U organizuan gjithashtu 2 protesta në Prishtinë, tek sheshi Zahir Pajaziti dhe tek sheshi Skënderbej. Ne organizuam konferencë shkencore në Institutin Albanologjik të Prishtinës me temën Kosova Lindore është tokë shqiptare. Në prezencë të një numri të jashtëzakonshëm njerëzish në këtë takim, foli edhe përfaqësuesi i organizatës së të drejtave të njeriut, zoti Mathias Boehning. Vetëm gjatë vitit të fundit 2024, ne zhvilluam veprimtaritë tona në Ulqin, Tiranë, Kosovë, Tropoj dhe në Shkup, ku morëm vendime të rëndësishme për ecurinë tonë të mëtejshme. Në takimin e fundit në Maqedoni, ne pranuam përmbajtjen e rezolutës, si dhe vendosëm datën e zhvillimit të Kuvendit Kombëtar Shqiptar më 2 maj të vitit 2026. Gjatë vitit 2025, u hodhi ideja e një tryeze të rrumbullakët në Tiranë, u hartua programi në takimin e Këshillit Organizativ të Shqipërisë, i cili u miratua në takimin e Këshillit të Përgjithshëm Organizativ që u mblodh në Prizren, ku hap rruga e kësaj tryeze të 7 qershorit. Në të gjithë rrugën tonë, ka udhëhequr Këshilli i Përgjithshëm Organizativ i Kuvendit Kombëtar Shqiptar, i cili nuk është ndalur asnjëherë. Vazhdimi kësaj veprimtarie frymëzuese është edhe tryeza e sotme me temën Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Punojmë pa ndalur për të mbajtur gjallë frymën kombëtare, për të sensibilizuar politikën vendore dhe atë ndërkombëtare, që populli shqiptar nuk duhet të mbesi ndarë, por duhet të bashkohet. Ne presim nga Europa dhe nga fuqitë e mëdha që të korrigjojnë gabimet e së shkuarës të bëra në Kongresin e Berlinit të vitit 1878 dhe në konferencën e Londrës në vitin 1913, ku trojet shqiptare u ndanë në 6 pjesë. Ne nxisim me përkushtim e vullnet të paekur politikën shqiptare që të vihet në krye të punëve e të udhëheq jo ndarjen, por bashkimin kombëtar të shqiptarëve. Ne do t'i kërkojmë pa pushim të drejtat tona kombëtare njerëzore, liritë dhe të drejtat themelore të shqiptarëve në të gjitha vendbanimet e tyre, në rajon e veçanërisht në Maltëzi, në Kosovën Lindore, në Maqedoni e Çamëri. Pas zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare, askush nuk duhet të shpresojë për paqe e stabilitet në rajon. Shqiptarët
kanë qenë dhe janë edhe sot faktor qetësie e stabiliteti në Ilirik, në Europë e më gjerë, në terë e lavdi kombit shqiptar. Fan Domnori, flamurtari, nuk na është ndarë asnjëherë në aktivitetet tona, edhe është gjithmonë në ballë të stafit. Tani fillojmë me programin. Fjala e hapjes për Zotin Ismet Azizi, kryetari i organizatës Kosova për Sanxhakun. Kur jemi të Irfan Domnori, to është vetëm t'ju njoftoj edhe unë një shtesë. Irfan Domnori është nip i Sanxhakut, i kallazëve të Rozhës. Kështu që unë ndihem shumë mirë sa të shkoj. I nderuar këshill organizativ, të nderuar bashkëbërimtar të çështjes kombëtare, të nderuar profesor, akademik, studiues, veprimtar dhe mosafir të respektuar, nderuara moderatore Sonja Nurie Maliqi Baduni, është nder dhe privilegj i veçantë që sot në këtë atmosferë vllazërie dhe përkushtimi kombëtar të hapim së bashku këtë veprimtari atletare dhe akademike dedikuar një prej idealeve më të larta të historisë sonë Bashkimit Kombëtar Shqiptar. Ne sot nuk kemi mbledhur nuk jemi thjesht pjesëmarrës të një programi kulturor apo promovues, sot jemi dëshmitar të një procesi të gjatë, të pandarshëm dhe të natyrshëm që boron nga vetë historia, gjuha, kultura dhe identiteti ynë mijëvjeçar. Ne jemi këtu për të afirmuar një ideal që ka bashkuar breza nga lerindasit e mdhej, vizëtarët e lirisë, intelektualet dhe veprimtarët që kur nuk e hoqën dorë nga drejta jonë natyrore për unitet kombëtar. Në këtë mbrëmje do t'i kemi nderin të ndëgjojmë mendime dhe analiza personalitetet të shquara që i kanë dhënë dritë në vitur. Nga profesor Dr. Xhemer Niziri, një zë akademik evropian, i cili do t'i shtjelloj disa teza themelore të Bashkimit Kombëtar. Nga Dr. Agim Krasiqi, studius dhe veprimtar i çështjes kombëtare, nga profesor Dr. Jahja Koka, një intelektual i pavarur me kontribut të çmuar në vijësimin e çështjes shqiptare, nga profesor Dr. Niazi Gashi, autori i kërkesës drejtuar OKV-s dhe institucioneve ndërkombëtare për të drejtën e shqiptare mbi bashkimin në shtetë të vetëm. Sot këtu, ne po promovojmë një libër që nuk është vetëm analizë shkencore, por testament i një ideali të përbashkët Bashkimin Kombëtar Shqiptar. Një vepër e cila synon të forcojë vetdijen tonë historike, politike, kombëtare. Dhe të mos harrojmë se bashkimi nuk është vetëm projekt politik, bashkimi është kulturë, bashkimi është vetdije, bashkimi është përgjegjësi ndaj brezave që vijnë. Si kryetar i organizatës Kosova për Sanxhakun dua të theksoj se përkushtimi ynë nuk është i kufizuar vetëm në aktivitete teorike. Qëllimi ynë është i qartë të mbajmë gjallë lidhjet tona, të mbrojmë identitetin tonë historik e kulturor dhe të punojmë çdo ditë për t'i ofruar shqiptarët kudo që jetojnë, në Kosovë, Shqipëri, Sanxhak, Maqedoni të Veriut, Lugin të Preshevës, Maltezi dhe diasporë në një vizion të përbashkët të së ardhmes. Sot në këtë përvjetor historik të flamurit dhe të pavarësisë së Shqipërisë, ky promovim merr akoma më shumë kuptim. Flamuri ynë që na ka bashkuar në mira betejë mbetet simbol i pandashëm i unitetit tonë kombëtar. Në emrin tim dhe të organizatës Kosova për Sanxhakun, ju falenderoj për pjesëmarrje, për mbështetjen të nderuar pjesëmarrës me përgjegjësi atletare e qytetare, Kuvendit Kombëtar Shqiptar ka ideuar një veprimtari të këtij niveli,
duke ftuar sot në Gjilan personalitete intelektuale e veprimtar të dëshmuar të shqiptarisë. Organizata jonë vjen me këtë veprimtari së bashku me organizatat Kosova për Sanxhakun si dhe Epifania Pellazike Zeusiane. Ju vëm në djeni se në periudhën 2022-2025 ne organizuam disa protesta në mbështetje të popullit shqiptar të Kosovës, si dhe shqiptarëve në komunët e Medvegjës, Bujanocit e Preshevës. Ne protestuam në Tiranë përpara selisë organizatës të qeverisë shqiptare dhe ambasadës së Serbisë në Prishtinë, në sheshin Skënderbej dhe në sheshin Zahir Pajaziti. Organizuam në Institutin Albanologjik konferencë shkencore me temë Kosovë Lindore Shtokë Shqiptare e tjera aktivitete të rëndësishme në të gjitha tokët shqiptare. Për të gjitha këto, ne vum në dieni edhe institucionet ndërkombëtare, euro-atlantike, të vetëdijshëm për të ardhmen e kombit shqiptar, të shqetësuar për qëndrimin që po mbahet në çështjes tonë kombëtare, të tronditur për qëndrimin e vakët që mban politika shqiptare e Tiranës zyrtare, ndaj të drejtave dhe lirive themelore të shqiptarëve në lirik, e kemi parë të arsyeshme e legjitime të mblidheni sot në këtë tryezë të rrumullakët në Gjilan për një çështje kardinale, siç është për ne Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Gjithashtu, intelektualët të dëshmuar do të diskutojnë hapur me ju për disa probleme që janë shtruar për zgjidhje në librin tonë me të njëjtin titull Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Prej shumë vitesh, kjo çështje madhore e të ardhmës tonë të përbashkët është heshtur. Politika shqiptare ka mbyllur gojen, sepse çështjet të tilla delikate nuk i kanë shkuar për shtat politikave evropiane, të cilave u intereson statu quo-ja, u intereson paqja formale e artificiale, edhe pse shqiptarëve u janë prekur interesat mëdha, që janë interesat që u janë grabitur toka e Troje, u është grabitur historia dhe origjina kombëtare, për të cilën kanë të drejtë të ngrenë kryet lart e të krendohen me madhështi. Për fat të keq, qëndrimet të tilla po i shërbejnë ndarjes dhe jo bashkimit e mirëkuptimit gjithë shqiptar. Pa kohë më parë, opinioni shqiptar është tronditur krahas shumë zhvillimeve të tjera. Zhvillime të tjera edhe ma disa ngjarje duke pa rëndësi e të si sporadike. Në ndërtimin e një politikani shqiptar të Kosovës, në një emision televiziv, u shfaq gazetari shqipfolës Oliver Schmidt. Për habin time, ai po i thoshte shqiptarëve se Kosova dhe Shqipëria bashkë nuk po shkonin drejt bashkimit, po drejt ndarjes. Sipas tij, tani kemi dy popull të ndryshëm me mentalitete të ndryshme për zhvillimin e të ardhmen e tyre, dy popull që kanë jetuar në sisteme të ndryshme sociopolitike, dy popull që duhet jenë të ndarë më mirë se sa të bashkuar në një shtet të vetëm apo unitar. Pa ndonjë vështirësi të madhe, i ndëgjuesi vëmendshëm nxjerr përfundimin se ky ishte një zë i autorizuar dhe jo një zë në shkretëtir. Nëpërmjet megafonëve të tillë, politika aktuale evropiane u thot shqiptarëve, rini urt e mos na aprishni ratin. Për fat të keq, ata që na ndanë me 6 copa rreth një shekull më parë, nuk mund ta pranojnë bashkimin e shqiptarëve në një shtet të vetëm në Ballkan. Një bashkim i tillë i forcon shqiptarët dhe njëkohësisht prek interesat e Grekoslavisë e veçanërisht të Serbo-Rusisë në lirik. Nuk duhet të harrojmë kurrë shembullin e Skënderbeut në bashkimin e princave shqiptar dhe në qendresën legjendare anti-osmane. Idetë frymëzuese të rilindjes kombëtare, shpalljen e pavarësisë nga sullimi gjatë Osman në kufit e Shqipërisë natyrale, luftën e popullit tonë kundër pushtimit fashist, ringjalljen dhe lirinë që solën proceset demokratike në Shqipëri, luftrat e shqiptarëve për lirinë e Kosovës, lirinë dhe drejtat kombëtare e njerëzore të shqiptarëve në Maqedoni, në Preshev, Bujanocë e Medvegjë, të drejtat e shqiptarëve në Malin e Zi, të drejtat e nëpërkëmbura të çamërisë e të popullit shqiptar në Greqi. Ne shqiptarët nuk duhet të epemi, e në kohë duhet të zgjuar e të përdorim të gjitha mjetet për realizimin e projekteve tona kombëtare. Duke përfunduar, falenderoj me zemër për
përfaqësuesit e Kuvendit Kombëtar Shqiptar, diskutantët në këtë takim vllazëror e anëtar. Në mënyrë të veçantë, falenderoj autorët e kombëtesave të librit Bashkimi Kombëtar Shqiptar, si dhe diskutantët e kësaj veprimtarie, pikërisht ata që janë pjesë e elitës intelektuale shqiptare. Falenderoj profesorët e nderuar Zymer Neziri, Njazi Gashi, Jaja Koka, Agim Krasniqi. Një falënderim i veçantë shkon për organizatat bashkëorganizatore si Motra, Kosova për Sanxhakun, me kryetar zotënisë Ismet Azizin, si dhe organizatën Epifania Pellazike Zeusjane me nënkry profesor doktor Njazi Gashi. Disa teza të Bashkimit Kombëtar Shqiptar. Profesor doktor Zymer Neziri, antari i Akademisë Shkencave Akademisë Europiane, të Shkencave, bashkëkryetari i Kuvendit Kombëtar Shqiptar për Kosovën. Përshëndetje gjithëve, një përshëndetje për zemërt juve që keni ardhur nga viset e largëta të dheut, dhe unë vetëm 2-3 fjalë të them kështu nga hyrja e tezave themelore të Bashkimit Kombëtar, të viseve shqiptare, pra të ndara në 6 shtete të Gadishullit të Lirik, tash edhe Ballkanik, kështu siç po përdoret në terminologji. Viset e sotme shqiptare të Gadishullit të Lirik ende nuk janë bashkë. Ato janë të ndara në 6 shtete. Ashtu kishin vendosur të tjerët, pra. Ndarja e tyre u bë më vonë, që rreth 2 shekuj ishte pra kohë kur ende jetonim të pushtuar nga Perandoria Osmane në pjesën e saj të dytë të sundimit, që kishte filluar nga viti 1479, por jetonim edhe me kryengritje të vazhdueshme, sidomos nga vitet e lavdisë së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Këto vendime për coptimin e Shqipërisë në shekujt 19 e 20 ishin të fuqive të mëdha pra në Evropë, filluar në Shën Stefan, në Berlin, në Londër, pastaj në Londrën e dytë, ku Shqipëria u soll në pikën 0, domethënë të territorit, me 1915. Shqiptarët natyrisht nuk janë pajtuar, nuk pajtohen edhe sot, nuk pajtohet as ky kuvend ynë kombëtar shqiptar, pra, i cili vazhdimisht punon pra për këtë gjendje, pra për ta ashtu si kanë kaluar edhe të tjerët, dhe në qoftë se bëjmë investimet e vazhdueshme në familje, në shkollë, në rrugë dhe kudo tjetër, vërtet ka nevojë të ngritet shkalla e ndërgjegjësimit. Një shkallë që pa pikë dyshimit në disa mjedise, të themi kështu, shoqërore, po dhe politike, po dhe shkollore, po dhe arsimore, po dhe studimore, ka rënë. Veprime politike të brendshme, kam shkruar edhe për to, pra të gjitha i kam shkruar ashtu, domethënë sipas një frymëzimi të aty për atyshëm, dhe në fund edhe veprime politike të jashtme, ku jemi jo të mjaftueshëm pra në të gjitha kontinentet, jemi jo të mjaftueshëm në vetë Evropën pra, sepse vje fjala pa të rastin e udhëtimit të fundit, vetëm si vjet, ka shumë vende që kanë problem me hartën gjeografike dhe emrin Kosovë. Kanë problem. Po pse ne nuk jemi të pranishëm, pra vazhdimisht vje fjala në konferenca shkencore, në simpoziume, në fushat e ndryshme ku mund të përfaqësojmë dijen tonë, duke filluar nga albanologjia, pra që ndër dijet më të mira në Evropë dhe në botë, si prodhim shkencor i Tiranës dhe i Prishtinës, dhe që nuk shuhet asgjë në fushën e balkanologjisë, pra nga dietarët e ujit, nga Pekini deri në Harvard, pra për shqyrtuar edhe prodhimin shkencor të këtyre 2 qendrave tona. Në fund, kam përmendur pikën strategjia e forcimit ushtarak. Shqiptarët kanë pasur një ushtri, kohën e Skënderbeut.
kanë pasur një ushtri në kohën e Enverit. Ajo nuk është më. Shqiptarët, nëse kanë qenë gjendje dyer në botë, ta befasojnë botën me dy ushtri, pse të mos e bëjnë edhe herën e tretë. Rruga dihet, dhe shqiptarët nëse kanë qenë deri dje, në fillim të viteve 90, një prej armatave më të mira që i ka pasur në zëru, ku janë bashkuar 3 kontinentet, Afrika, Azia dhe Europa. Sot, rrugën me krah, nëse një mali zi, nëse i teket, bje fjalla për të sulmuar Shkodrën, nëse i teket për të sulmuar një vajancor, do të kemi problem. Këtë e kam thënë në vitin 2004, ku shoqëria civile shqiptare, bashkë me partitë politike, filluan përpjekjet për bashkimin e NATO, që ishte një rrugë e mirë, një rrugë e drejtë, por një rrugë e gabueshme. Nuk na duhen armët, s'na duhen topat, s'na duhen aeroplanet, s'na duhen ndecet, po sepse kemi NATO-n. Dhe ky mendim ishte edhe në Prishtinë. 25 vjet, s'na duhen, ç'po na duhen. Po. Bashkimi Kombëtar Shqiptar, një libër me vlerë në duart e lexuesve dhe veprimtarëve të shqiptarisë. Unë si një pjesë e 3 personaliteteve që përgatitën librin, Zoti Dashamir Uruçi, Zoti Agim Krasniqi, edhe unë, në mungesë të Zotit Agim, sepse ishte jashtë shtetit, do ta lexoj unë pjesën e përgatitur për promovimin e librit. Libri Bashkimi Kombëtar Shqiptar, votuar më 7 qershor të vitit të 2025-s dhe i ribotuar nga Kuvendi Kombëtar Shqiptar USHC, përsëri në 25 tetor që u bë aktiviteti tjetër në Prishtinë, përbën veprën kolektive të rëndësishme që mbledh kumtesa dhe analizat thelluara mbi temën e unitetit kombëtar shqiptar në rrafshin historik, juridik, politik dhe kulturor. Përmbajtja dhe struktura. Libri përfshin fjalën hyrëse të Zotit Dashamir Uruçi, parathënien e Zotit Agim Krasniqi dhe një sër kumtesash nga akademik dhe profesor të njohur, ndërta Zoti Zymer Neziri, Niazi Gashi, Agim Krasniqi, Astrit Memia, Isa Spahiu, Agron Dalipaj, Hysen Muceku, Klodian Muço, Begzat Baliu dhe Mark Palnikaj. Secila pjesë ofron qasje unike mbi procesin historik të bashkimit të shqiptarëve dhe sfidat gjeopolitike të këtij ideali. Vlerësimi i përmbajtjes. Libri trajton me seriozitet shkencor çështjen e bashkimit kombëtar shqiptar si aspirat historike, duke ndërtuar narrativën e cila lidh ngjarjet e mëdha të kombit nga Kuvendi i Lezhës, lidhja e Prizrenit, mbledhja e Mukjes deri tek betimi i UÇK-s në fund të shekullit të 20. Kumtesat përfshin analizë dokumentare, argumentim historik dhe përqasje krahasuese me raste të tjera ndërkombëtare të ribashkimit kombëtar. Aspektet metodologjike dhe akademike. Në planin metodologjik, libri ndërthur metoda analitiko-historike dhe krahasimore, duke u mbështetur në burime të dokumentuara dhe autor të njohur ndërkombëtar. Disa mendime të lira për bashkimin kombëtar të shqiptarëve nga profesor doktor Yahya Kokaj, studiues i astrofizikës, veprimtar i çështjes kombëtare, kryetari i grupimit të intelektualëve të pavarur pranë Kuvendit Kombëtar Shqiptar. Unë nuk kam ndërmend të orientoj syt ka një letër, pastaj informacionet e letrës të t'ja u transmetoj, por kam dëshirë që t'ju shoh në sy, pra dhe syt e zemrës, ku shifet qartë që zemra ju e gjithve, sikurse dhe imja, ritmojnë me të njëjtën ritëm, me i themi me të njëjtën frekuencë,
ajo është dëshira për bashkimin kombëtar. Prandaj, si bashkëmendimtar apo si koncentrues, fokusues të një frekuence, lëni t'ju përshëndes vëllezër dhe motra. Me siguri po dihet që është problem serioz çështja e bashkimit kombëtar. Që në kohën kur zemrën pra tonë kombëtare e ndanë gjashtë sot në mënyrë të pamshirshme dhe pastaj vazhdojnë vujtjet ku u bërë ke gjaku e djerse e vujtje, qoftë në burgjet, qoftë në fëmijët e hudhur në flak, e tjera për cilat me siguri i keni ndëgjuar në mënyrë të vazhdueshme që zgjatën pothuajse më tepër se një shekull. Por vjen pyetja, ky problem kaq serioz. Pse s'u zgjidh? Pse kërkoj një shekull që mos priti një shekull që mos të zgjidhet? Me siguri ky kuvend është kompetent për të dhënë një përgjigje. Dhe natyrisht për çdo problem ekziston një zgjidhje, të paktën një apo dy zgjidhje. Zgjidhja më fatlume, unë konsideroj që secili prej nesh, pjesë e kuvendit apo dashamirë të bashkimit kombëtar, duhet të jep një ide, nga se mendimi pozitiv thot atje ku ullet ideja, ullet edhe trupi. Pra duhet të jep një ide dhe secili duhet vjen të kontribojë me një ide të caktuar. Kurse unë jam përgatitur që të jap një ide të caktuar, qoftë në gjenet e trupit tim të shkruara regeneracionet të hershme të babait, gjyshit, e të tjerëve disa nga cilët ranë me pushk në dorë, të tjerë të vujten, si që është baba një 20-30 në burgjet jugoslave, sidomos në Goljotok e tjera. Por, ky instinkt, pra, këto informacionet të shkruar në gjene, kam dashur, sipas përësisë e babes, të fisnikroj me ide bashkohore shkencore. 33 vjet pas punës 22 vjeçare në Universitet të Prishtinës, i kam shpenzuar në universitetet amerikane gjithandej. Duke filluar nga MIT, pra Harvardi, pastaj Carnegie Mellon. Pse po i them këto të cilat duke në çuditshme, ku është marrëdhënia apo ndërlidhja korrelative në mes të bashkimit kombëtar dhe ideve të këtilla, të cilat zhvilloheshin në Universitetin Carnegie Mellon, që quhej Center for Excellence in Data Processing. Pra është qendra më e njohur botërore për proponimin e dhënave, ku proponoheshin informacionet për kognisimin sipas kompanive të cilat na furnizojnë projektet tona, pra NASA, Litton, DARPA, kompani ushtarake amerikane, por çfarë lidhje kanë këto me bashkimin kombëtar, nga se të gjitha përdornin inteligjencën artificiale. Atë botën e Ballkan, ndoshta edhe në Evropë nuk dëgjoi ky term. Por George Hinton ishte bashkëpunëtor me cilin kam bashkëpunuar një 6 vite dhe si vjet kam marrë çmimin Nobel. Dhe tani erdhi një pikë tepër e veçantë dhe e rëndësishme, siç është ajo e kërkesës së popullit shqiptar për bashkim kombëtar. Letër drejtuar Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Presidentit Trump, Parlamentit Evropian, nga profesor Dr. Niazi Gashi, mjek, veprimtar i çështjes kombëtare, presidenti i Organizatës Epifania Pellazgjike Zeusiane. Vetëm një ndërhyrje të vogël e është me ba, i gjithë aktiviteti i kuvendit në vitin 2025 është përqendru në kahen e Bashkimit Kombëtar Shqiptar. Ne kemi përgatit edhe një kërkesë të veçantë popullit shqiptar për Bashkimin Kombëtar. Është kërkesa e parë që shkon mas vitit 37 në këtë mënyrë dhe këto dimensione. Kemi marrë firma gjithanë të qytetarëve, të intelektualëve. Dhe kjo kërkesë e popullit shqiptar për Bashkimin Kombëtar brenda muajit dhjetor, 31 dhjetor të këtij vitit,
përfundon në Departamentin Amerikan të Shtetit, në Parlamentin Evropian dhe në zyrën e presidentit tanë. Për këtë do të flasë dhe profesori nderuar Niazi Gashi, i cili na nderon me studimin e tij edhe me pjesëmarrjen në këtë aktivitet këtu. Faleminderit profesor. Të nderuar të praneshëm, bashkëveprimtar, bashkëdhëtar, këtu në mesin tuaj kam shumë shok të ilegales që kemi vepruar edhe në ilegalitet edhe në ilegalitet moto e jonë ka qenë bashkimi i trojve shqiptare dhe konsistenca jonë prej kohë më parë, sepse ne ishim të vënd, ishte 63, ishte 45, ishte 1910, ishte 1912, 1788, 1400, kështu me radhë që shqiptarët tentuan të realizojnë të drejtën tyne elementare, por jam tepër emocionuar që këtu në mesin tonë unë jam nxënësi i profesor Jahja Kokës, dhe tash mësuesi dhe nxënësi bashkë nuk e realizu mende a ka kohë që jem të angazhu me realizu këtë çështje, por ne nuk do të heqim dorë, pastaj nuk më deshte shumë fjalë kur u takova me Dashamir Uruqin që të jemi në një mision dhe unë jam tepër i respektuar, ndihmë i respektuar dhe i privilegjuar që mu ka besu kjo drejt normalisht që unë këtë nuk e kam hartu personalisht, por e kam hartuar me bashkë mendimtarët e mi që janë këtu me profesor Mazlum Baraliun, me Ramadan Dibranën, me Fadil Lukën dhe disa të tjerë, dhe mu më është besue që ta prezentoj edhe para këti auditori dhe kësaj kryesie që e kanë pranuar, pastaj për juve po e bëj të njohur për herë të parë, për arsye se ju përshini që Niazi Gashi tash po vjen me një tjetër titull, që është Epifania Pellazgjike Zeosiane. Atë platformë ja kam dhënë profesorit tim Jahja Kokës dhe e ka analizuar ka po. Platforma do të bëhet së shpejti, është një risi për krejt popullin shqiptar, sepse popullin shqiptar para se të ishin krishterë, kishin një besim që quhej Zeosian apo Pellazgjik, dhe tani neve na ka ra hise që të mbledhim krejt ato njohuri si droncat e bukës dhe të bëjmë të gatshme që ta ketë populli shqiptar, dhe ajo na bashkon shpirtërisht dhe mos mund na non askush. Kështu që tha profesori që dielli është simboli dielli ka qenë simboli besimit të Pellazgjik që simbolizon Zeusin. Zeusi është prej diellit që nxjerr dhe ne e kemi quajtur ashtu dhe do të vazhdojmë të quajmë, dhe unë ju kërkoj falje që na shtat gjata pak, do të lexoj shkresën që e kemi përpilu me ja drejtuar Organizatës Kombeve Bashkuara, presidentet të Shteteve të Bashkuara dhe Unionet Evropiane. Kërkesë e popullit shqiptar për Bashkimin Kombëtar. Drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, presidentit të Komisionit Evropian dhe kryesisë së Bashkimit Evropian, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lënda kërkesë për garantimin e të drejtës së shqiptarëve për vetëvendosje dhe ribashkim kombëtar në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Të nderuar përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, të mbledhur në një takim bashkëkombëtar në kullën e herojt të popullit Isa Boletini, ne përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, organizatave kombëtare, si dhe personaliteteve të shuara nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Sanxhaku, Çamëria, Kosova, Lindore dhe Mali i Zi, të udhëhequr nga parimet e paqes, të drejtësisë dhe barazisë ndërkombëtare, ju drejtohemi me këtë kërkesë zyrtare. Baza historike. Trojet shqiptare u ndonë në mënyrë të padrejtë me traktatin e Shën Stefanit 1878.
vendimet e Kongresit të Berlinit 1878, konferencës së Londrës 1913, në konferencën e Jaltës 1945. Këto vendime nuk pasqyrojnë vullnetin e popullit shqiptar, por interesa gjeopolitike të kohës duke lënë shqiptarët të ndarë në disa shtete dhe duke sjellë pasoja afatgjata diskriminimi e destabilizimi. Baza krahasimore. Proceset i bashkimit të Gjermanive, bashkimit të Vietnamëve, si dhe të shndërrimit paqësor të Çekosllavakisë dhe shteteve tjera të Evropës lindore, tregojnë se komuniteti ndërkombëtar ka njohur dhe ka mbështetur të drejtën e popujve për të jetuar të bashkuar sipas vullnetit të tyre. Baza juridike. Kërkesa jonë mbështetet në nenën 2 të Kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që njeh të drejtën e popujve për vetëvendosje. Neni 55 të Kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që obligon respektimin e të drejtave të barabarta për popull. Aktin final të Helsinkut 1975 që sanksionon të drejtën e kombeve për të zgjedhur lirshëm statutin e tyre politik. Konventin ndërkombëtare për të drejtat civile dhe politike 1966 që garanton të drejtën e vetëvendosjes si normë juridike universale. Kërkesa jonë në këtë kuptim dhe duke nisur nga parimi i barazisë dhe i drejtësisë ndërkombëtare, kërkojmë nga OKB, BE dhe SHBA të njihen padrejtësitë historike që kanë ndarë kombin shqiptar kundër vullnetit të tij, të garantohet e drejta e shqiptarëve për vetëvendosje dhe i bashkim kombëtar, të mbështetet organizimi i një referendumi gjithëpërfshirës në mbikëqyrjen e institucioneve ndërkombëtare në të gjitha rrethet shqiptare për të përcaktuar lirshëm vullnetin politik të popullit. Të sigurohet që ky proces të zhvillohet në mënyrë paqësore, demokratike dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit dhe stabilitetit rajonal. Apeli ynë. Bashkimi Kombëtar Shqiptar nuk është akt armiqësor ndaj askujt, por një përmbushje të drejtës historike dhe legjitime të shqiptarëve për të jetuar si këmbë i lirë dhe i bashkuar. Për më tepër, një Shqipëri e bashkuar do të kontribuojë për paqen e qëndrueshme, stabilitetin afatgjat, respektimin e të drejtave dhe lirive elementare të pakicave kombëtare, si dhe zhvillimin e përbashkët në rajonin e Ballkanit. Faleminderit. Falenderoj të gjithë profesorët të cilët patën ato fjalët apo kumtesat e tyre. Tani ftoj Linda Shaqirin për një përshëndetje e cila është punojse e administratës së lartë shtetërore të Kosovës, është kryetare e grupit të organizativ të Kuvendit Kombëtar Shqiptar për Kosovën Lindore. Faleminderit. Të nderuar përfaqësues të Kuvendit Kombëtar Shqiptar, të nderuar përfaqësues të shoqatave, adhëtar, patriot, të ndershëm, të nderuar intelektual, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj. Si përfaqësuese e Kuvendit Kombëtar Shqiptar, e gjithashtu si kryetare e grupit organizativ për Kosovën Lindore në Kuvendin Kombëtar Shqiptar, jam shumë e nderuar sot që ndodhen para jush dhe që flas para jush në këtë tubim, në këtë ngjarje aq madhështore, jo vetëm për ne që ndodhemi sot këtu, por për mbar shqiptarin, mbar kombin tonë. Së pari, dëshiroj t'ju përshëndes për pjesëmarrjen tuaj sot, ndatë nga koha juaj e çmuar për të qenë sot me ne dhe të bashkë ndjeni bashkë, pra të jeni këtu për të shprehur dëshirën dhe vullnetin e përbashkët e të gjithë shqiptarëve për bashkimin kombëtar. Dua t'ju theksoj edhe një herë se Kuvendi Kombëtar Shqiptar vite me radhë ka kontribuar dhe është angazhuar, është përpjekur në të mirën e atë dheut, në të mirën e gjitha trajve tona shqiptare. Dhe falë angazhimit dhe rezultateve të dalë nga Kuvendi Kombëtar Shqiptar dhe gjithë adhëtarëve, doli edhe votimi, pra libri që ndodhet sot këtu,
Bashkimi Kombëtar Shqiptar, i cili shërben si një urë lidhëse për gjithë opinionin e gjerë. Sot, më shumë se kur, Bashkimi Kombëtar është i nevojshëm, jo vetëm i nevojshëm, por është i domosdoshëm, e sepse është i vetmi mekanizëm i cili do të mbroj trungun shqiptar nga të gjitha padrejtësitë e bëra nga historia, padrejtësitë të cilat sot po i vuajnë brezat tanë. Dhe padyshim, e them me plot përgjithësi se është mjaft i domosdoshëm, sepse thash në fillim, përfaqësoj Kuvendin Kombëtar Shqiptar, duke përfaqësuar në këtë rast Luginën e Peshevës, Kosovën Lindore, Medvegjen dhe Bujanovcin, sepse janë vetëm troje shqiptare të cilat ngelen nga trungu i tyre. Edhe tani ndodhen përballë padrejtësive të mëdha, të cilat ndaj tyre po zhvillon shteti serb. Dhe sigurisht që Kosova duhet të ketë pjesë të dialogut edhe çështjen e shqiptarëve në Serbi, duhet të trajtohet çështja e tyre në tryezën e dialogut Kosovë-Beograd. Po ashtu, shteti shqiptar duhet edhe ka në fakt obligim moral, obligim kombëtar që të mbrojë të drejtat e shqiptarëve kudo. Medvegja sot ballafaqohet në një aspekt shumë të rëndësishëm jetik. Ballafaqohet me shumë padrejtësi të cilat po zhvillohen përmes pastrimit etnik, duke përdorur mekanizma të sofistikuar, mekanizma të kamufluar të pasivizimit të adresave dhe atë me një qëllim për të spastruar trojet tona, për të spastruar trojet e populluara me shqiptarë dhe tani të mbetura bosh. Mirë po, deri më tani nuk kemi ndonjë rezultat konkret nga dy shtetet tona. Nuk kemi ndonjë rezultat konkret nga diplomacia jonë, e cila duhet të jetë shumë aktive, shumë e guximshme edhe të veprojë në mënyrë më të drejtë edhe të jetë më e angazhuar, por edhe ne gjithashtu. Të gjithë së bashku duhet të japin kontributin tonë. Të gjithë së bashku duhet të punojmë në këtë drejtim. Prandaj them se është shumë i nevojshëm Bashkimi Kombëtar, sepse në këtë kohë moderne asgjë tjetër nuk ka mbetur. Vetëm trojet tona të bashkohen, sepse atdheu nuk falet. Atdheu nuk duhet i lihet në duar atyre që nuk e vlerësojnë. Atdheu është i atyre që guxojnë. Edhe guxim nuk do të thotë vetëm të flasësh me fjalë. Guxim është të veprosh me nder, edhe asgjë tjetër përpos guximit të na çojë drejt asaj që ne me vite të tëra e kemi mbajtur në zemër dhe sot këtu kemi ardhur nga kjo foltore të bëj thirrje të gjithë adhetarëve, të gjithë veprimtarëve, të gjithë atyre që duan Bashkimin Kombëtar të bashkohen në Kuvendin Kombëtar Shqiptar. Edhe po ashtu, përveç kësaj, Kuvendi Kombëtar Shqiptar ka nevojë edhe për fonde, ka nevojë për mbështetje, sepse të gjithë bashkë do e bëjmë trungun tonë, atë që e keshim në të kaluarën dhe tani na caktuan. Edhe një herë ju faleminderit që sot gjatë të kohë të jeni këtu me neve dhe të shpresojmë dhe të punojmë në drejtimin e qëllimit dhe kauzës sonë kombëtare. Faleminderit. Jeni të lirë që të shprehni mendimet tuaja, por me një kohë të kufizuar. Një fjalë sa më koncize, sa më të shkurtër, por thelbësore. Kush dëshiron mund të vi këtu pa... Përshëndetje për gjithë praneshmit. Unë jam Ismail Kurteshi, vjen nga Gjiloni, tash jam pension, kam qenë profesor, deputet i Kuvendit Kosovës, po sot po vje mirë që jam këtu në mesin tuaj, i ndëgjova me kujdes veçantë të gjitha kumtesat e juaja dhe po vje mirë që ekziston një trup si që është Kuvendi Kombëtar Shqiptar, me të cilën kështu për herë të parë, për është kontakt jemi parë me këtë organizat. Unë desha vetëm
t'i shprehi disa mendimet mia se çka do duhet të bënte kuvendi. Pari, mendoj që ky kuvend duhet ta merrte për obligim që të harton një program me shkrim për bashkimin kombëtar, me pika të caktuara, natyrisht pas një debati të gjatë. Tash disa çështje kështu në formë telegrafike. Unë nuk besoj shumë se bashkimi i Kosovës dhe i Shqipërisë do të ndodhë përmes kërkesave kujdo qoftë. Mendoj që bashkimi i Kosovës dhe Shqipërisë tani është në dorën e udhëheqësve të Kosovës dhe Shqipërisë dhe ky bashkim duhet të bëhet pa pompë të madhe, pa formalitete, pa nënshkrime, pa në farë votimi ose çka do qoftë, po duhet të bashkohemi për çdo ditë nga pak, njëherë duke i hequr dogonat, herën tjetër duke bashkuar arsimin, pastaj shëndetësien, pastaj kulturën, e një ditë bashkohen edhe ushtrit dhe kur i sjellim të tjerët para një fakti të kryer, atëherë është shumë lehtë që faktet edhe të pranohen nga tjerë. Kurse sa i përket pjesëve tjera të trojeve shqiptare, duhet një strategji tjetër sipas mendimit tim. Në katër pjesë përveç Kosovës dhe Shqipërisë, do duhet strategji e veçantë për secilin pjesë, sepse pozita e shqiptarëve dallon prej pjesës në pjesë. Për shembull, Maqedoni, mendoj që ka kuptim që të kërkohet që Maqedonia, si një shtet unitar, mos ekzistoj, po ajo të bëhet federat, pjesa shqiptare dhe maqedone që natyrisht do t'i faktorizante shumë shqiptarët. Kurse në Serbi dhe Maltëzi, mendoj që do duhej të bëhet presion të dy udhëheqjet e dy shteteve shqiptare, të Shqipërisë dhe Kosovës, që të angazhohen për të drejtat e shqiptarëve, edhe në Serbi, edhe në Maltëzi, edhe të kërkojë që ato të barazohen me të drejtat e serbëve që janë në Kosovë. Sot një fëmi emri nuk kam në gjuhë, ju falenderoj që keni ardhur. Detyrat kryesore të kuvendit kombëtar shqiptar janë mbajtja gjallë e frymës kombëtare, e cila ka ra për tokë. E dyta, sensibilizimi institucioneve ndërkombëtare për me përkrah dëshirën e kahershme të popullit shqiptar për bashkim kombëtar. Dhe ajo tjetër që du me u thanë, ne vretja jote që duhet të ketë një program qëndron, ne në maj në vitit 2026, në 2 maj, shpresojmë organizu kuvendin kombëtar shqiptar, ku do të miratohet. Puna parë është miratimi rezolutës së kuvendit kombëtar shqiptar. Në rezolutën tonë do të ketë problemet bashkimit kombëtar, problemet bashkëpunimit ekonomik, problemet rujtjes së trashëgimisë kulturore, gjuhës hyjnore shqipe e të tjera. Janë 7 kapitoj. Rezoluta mbyllet me zgjidhjen e problemit të çamërisë. Pra, këto gjëra që thoni ju janë të vërteta, janë të drejta, po punojmë, kemi nevojë për angazhimin e gjithëve. Shumica e shqiptarëve të sotshëm preferojnë vëzhgimin, procesin e vëzhgimit, me pa që bën profesori i Gjilanit, që bën profesori Ajaj, profesori Aziu, ne jemi vëzhgues të famshëm. Kuvendi ka nevojë për misionar, njerëz që marrin përsipër detyra, njerëz që punojnë, jo njerëz që japin mend. Pra, afrohuni ju lutem, ne jepni kontributin tuaj, kryeni misionin tuaj ndaj dhëut. Profesor, të falenderoj për vrejtjet që marrën sot në këtë tubi. Të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues të organizatave të ndryshme, përfaqësues të shoqërisë civile, pjesëmarrës, studios dhe dëgjues. Ju falenderoj për gjitha. Fitim Veliu nga Prishtina, me sinvënësi gjuhës dhe letërsisë shqipe, pra një profesor me një përvojë 20 vjeçare. Ju uroj sukses shumë në këtë rrugtim, dhe kam dëshirë të thotë që si një mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë që merren
shumë me problematikën e identitetit, kulturës, gjuhës, historisë. Pra, unë mendoj që ky konvent do t'i ketë parasysh dy elemente shumë esenciale. E para, bashkimi kombëtar do t'jetë vullnet politik, kulturor, por edhe ideologjik. E para. E dyta, bashkimi kombëtar shqiptar duhet vihet si proces i natyrshëm, pra pa imponim, pra dhe pa devijime gjatë rrugtimit kombëtar. Elementi i tretë, bashkimi kombëtar duhet vije nga platformat e ideologëve të mëdhenj shqiptar, të cilët i kanë dhënë dhe i kanë thënë shumë kombit shqiptar. Dhe i pari ndër ta, cilin e përmend edhe profesori Zymer në fjalimin e tij, Sami Frashëri, ideologu më i madh i lëvizjes kombëtare shqiptare, ka një platformë, kisha me thonë, ideologjike, poetike, po dhe filozofike se si duhet të ndërtohet dhe si duhet të jetojnë shqiptarët. E dyta kemi të madhe nuk shin rroti që bashkë ka dhënë mendime të shumta. Pra duhet gjitha këto platforma politike, poetike e filozofike, pra ti marrim edhe do të analizojmë se ka do të shkojmë me kombin shqiptar. Dhe treta, mbi gjitha do të procesi natyrshëm i kombit duhet vjen nëpërmjet dy faktorëve kryesor, edukimit dhe arsimimit. Pra janë dy premisa bazë që mund t'i bashkojnë shqiptarët në një shtet të përbashkët, pa ndarje dhe pa qarje. Nëse nuk i kemi parasysh edukimin dhe arsimimin, çdo platformë tjetër dhe çdo rrugtim tjetër mund të na dërgojnë në theqafje. Dhe e fundit, por jo për garancia, unë mendoj që kur flasim për procesin e bashkimit, duhet ta ruajmë edhe konturën e sotme sociale, politike dhe ideologjike dhe fetare që ka kombën. Koliçi kur analizonte procesin e bashkimit kombëtar, identifikoi në tre përfaqësues. E para, derata që përfaqëson të botën e ortodoksizmit, fishta të katolicizmit dhe naimi botën islame. Çdo rrugtim tjetër politik, pra jashtë këtyre faktorëve, unë mendoj që vetëm mundet më na çon në theqafje dhe asnjë lloj. Mirë, po mbi gjitha pra duhet ta ruajmë këtë lloj kohezioni që kemi kombëtar, politik edhe poetik, por edhe ideologjik, pra që të shkojmë me hapat e ngadalshëm, sepse procesi i konsolidimit të shtetit shqiptar është vonë, po procesi i konsolidimit të shtetit kosovar ka të lashe. Pra ne gjithë e dim, por megjithatë kemi hapa, është bëha betalja e përbashkët, është hap shumë i rëndësishëm në procesin e bashkimit arsimor. Duhet pra procesi arsimimit dhe edukimit. Dhe unë jemi bindur që nëse i ndjekim këta dy faktorë, procesi i bashkimit të shqiptarëve do të ndodhë natyrshëm dhe pashmangshëm dhe nuk do të ketë fuqi ose forcë që mund t'i vijë do të përballë dhe ta ndalë. Pra vetëm duhet të kemi durim, të presim kohë dhe që të mos kryejmë do të elemente që na duhen, pra jashtë këtij realiteti ta kryejmë një lloj mbi realitet të niqës në funksion që duhet bashkimi kombëtar. Është i rrezikshëm. Jo i kemi platformat. Sa më thonë. Është edhe moshë e re. E ndër të tjera profesori këshillon pritje durim. Masi marrojnë procedurat e edukimit, arsimit dhe tjerë, të presim të prisni dhe shpresoni. Profesor Mikëqari dhe them jam kundra në ndërimin tuaj. Është koha e iniciativave, koha vetëveprimit, koha e bashkimit tek ato organizata që punojnë për bashkim kombëtar. Unë në parim nuk kam gjatë me ju, më thoni të vërteta historike shkencore, por fjala të presim që të veprojmë nesër në këtë situatë dramatike që kalojmë Kosova dhe Shqipëria, është mendoj një mendim nanuritës të vendgjum. Ne nuk duhet të flamë. Vetëm për informacion, po të kaloni zonën Gjirokastër, Sarand, po la veriu, këtu në Kosovë, sepse dini ma mirë se unë, buqasin radiot dhe televizionet greke. Buqasin. Rrugë të mbushuna me dy gjuhë greqisht, shqip. Ka vene ku s'ka shkel, kam grekut, aty i detru me vu tabelen, greqisht, shqip. Ata, ne nuk duhet silemi si gomari, i cili, kur ujku i kishte fut kokën në barë, po ja atë zorë, a i thote, inshallah, jam në amër. Nuk e di jam kuptan. Për ne, profesor, me këtë rast që njofta sot të ftoj, që bashkan gjitu kuvendit kombëtar. Ne për kontributin të anajtë sa mundesh,
Ne jemi njerëz të përkushtuar, njerëz që e kemi da, e kemi Kryesin e punës Kuvendit Kombëtar. Përshëndetje për të gjithë. Unë jam Bejtullah Tahiri, i burgosur politik, sekretar i shoqërisë Lëvizja. Shoqëria Lëvizja është vazhdimsi e lëvizjes popullore për Republikën e Kosovës. Gjithë e dim se punët më të mëdha në aspektin ushtarak i ka bërë lëvizja popullore e Kosovës. Dhe të gjithë e dim se pa luftën shërimtare të ushtërisë shërimtare të Kosovës, Kosova kur do t'i bëhe pavarur. Sot i kemi 2 shtete të pavarura, Shqipërinë dhe Kosovën. Ne jemi një kamp. Dikur kur kemi vepruar ilegalisht, asnjëri prej neve nuk ke menduar se do ta mbrim një pavarësi të Kosovës, por gjërat kanë ndryshuar. E ke mbri. Dhe sot, kur ekzistojnë 2 shtete shqiptare, duhet shoqatat, kuvendet kombëtare të mirën me çështje madhore. Ndërsa shtetet as Shqipëria, as Kosova nuk mirën me këtë punë. Kjo është tragjike. Që disa vite vetëm shoqëria Lëvizja përkujton dëshmor, heroj. Partitë politike, kuvendet, shtetet nuk mirën me këtë punë. Profesori Dashamir Uruçi tha, po të vish në Gjirokastër, ndëgjon greqisht e gjuhë tjera. Edhe këtu në Kosovë, po të vish, ndëgjon ilahi gjithandej, gjuhë arabe që ne se kuptojmë. Askush nuk është kundër fesë, po ne mund të bëjmë atë fe të kuptueshme, gjuhës tonë, që të mos e ndajmë popullin, edhe nuk do të keq kuptohen me atë, po të mbi zotërojnë ato, kjo i shkon për shtati armiqve tanë. Si kuvend shqiptar, kombëtar, uroj që të ketë detyra dhe të zbatoj ato detyra, të ketë ma shumë antar dhe të veproj, t'ja qelin syt 2 shteteve shqiptare që janë këtu. Është tragjike për Kosovën sot s'ka kush mirët me institucionet. Kjo është tragjike, vetë jem fajtor, as kush ne ka imponu, vetë jem fajtor. Një mirë e madhe është që Shqipëria është duke ecë përpara në institucione evropiane, kjo na gëzon, inshallah edhe Kosova i qelë syt, edhe neve si shoqata që jenë, na i lehtësojnë edhe neve punën, mos t'ju primë neve shteteve, sepse ne do të kemi ma shumë punë nëse ata nuk punojnë. Diskutantët që dhanë mendimet vyera, tani ju ftoj të gjithëve. Si? Një minutë. Po. Faleminderit për fjalën. Me respekt të veçantë të gjithë komentuesve të cilët vetëm sa e rritën kontributin pra të kuvendit, por duhet të them që kuvendi ka, themi, një analoge me një pemë të bukur, kur rënjët i ka pikrisht në thënjët të lindasve, ato që i ka shkruar Sami Frashi, Vëllezrit Frashi, dhe mendimtarëve, në shekuj,
duke përfshi edhe ata para një shekulli apo para disa dekadave. Por t'ju themi që pema përveç që ka rënjët, ka gjethet të cilat për çdo ditë korespondon me diellin dhe me klorofilin dhe mban gjallë pemën në drejtim dhe armëri të gjallësisë. Dhe në këtë kontekst dhe ta them që kuvendi përveç që rënjët që i ka në ato që i tham, që janë burimorë dhe me krenari i së ndërtojmë, ne përcjellim edhe të arritura teknologjike, shkencore, filozofike, të cilat janë fluide dhe zhvillohen në mënyrë marramense. U përmend këtë çështje e ushtrisë. Në qoftë se ne aludojmë që vetëm numri ushtarëve na bën me të sigurt gabojmë. Teknologjia është ajo determinante. Vetëm një laser i fuqishëm është ekuivalent me ma tepër se 2.000 apo 20.000 ushtarë. Tani, këto librat janë për ju në fakt, por me sa shoh janë më shumë njerëz se sa libra, kështu që mundësisht i marrin ata persone që vërtet ta lexojnë dhe ta lexojnë me ëndje. Tjetër, pasi të shpërndajnë të merren këto librat, do të bëjmë një foto të përbashkët këtu, të gjithë bashkë, përpara tavolinës, ma merr mendja, është më mirë, po. Duke lëvizur pak atë. Pastaj, pasi të dalim, atje poshtë tek holli, kush të dëshirojë të qëndrojë ose të gjithë mund të qëndrojnë, nuk ka asnjë problem për një kafe, një çaj, edhe një bisedë të bukur, të lirë. Faleminderit.